Ju keni shpesh e keni ngritur këtë shqetësim dhe jo vetëm ju. Sot dëgjojmë edhe kryeministrin Rama që thotë Këshilli i Evropës na kërkon që të veprojmë. Po a është i vonuar sipas jush kryeministri Rama dhe në fakt cila është situata reale në paraburgimet e burgjes shqiptare? Tani, përse për këtë situatës e paraburgimeve, përgjegjësia individuale apo përgjegjësia primare nuk i takon kryeministrit. Edhe nuk mund ta mendojmë që është kryeministri ai i cili ka përgjegjësi fillestare në lidhje me këtë çështje. Pse them këtë? Sepse është pjesë e sistemit gjyqësor. Pra, është sistemi gjyqësor ai i cili duhet të bëjë vlerësimin e kushteve specifike nëse një individ i caktuar duhet i nënshtrohet një masë sigurimi të posaçme apo jo. Kryeministri ka pasur një retorik që nga momentin në cilin ai ka filluar të detyrë, ka pasur një retorik në mënyrë të vazhdueshme, të themi pak më ekstreme, për sa i përket masave që duhet të merren, duke i dhënë këshilla sistemit gjyqësor, masave që duhet të merren për shkelësit edhe të gjërave të cilat kanë qenë, po ta mbani mend, për mospagesën e dritave apo për çështje tjera. Tani sigurisht që është e drejtë që kryeministri edhe mundet të jetë pak më i egzageruar her pas here, të dalë dhe ta ngrej pak zërin në kuadër të politikës për të thënë që shiko se çështja duhet ta kuptojmë, kjo është fryma, nuk duhet ndodhin shkelje etj etj. Pra, sigurisht që gjithkush duhet i paguajë dritat, sigurisht që është e drejtë që secili për nesh të paguajë detyrimet e veta, është shumë e drejtë që ne të mos shkelim rregullat e përgjithshme të bashkëjetesës tonë, kjo është e padiskutuar, por nga ana tjetër, dënimet, dashpërsimi i dënimeve penale apo një kod i cili është shumë i ashpër, nuk është një element i cili të çojë ujë aty ku janë standardet e Këshillit të Evropës. Pra, ne kemi një politikë penale shumë të ashpër, më të ashpërsuar. Përgjegjës për politikën penale nuk është vetëm sistemi gjyqësor, është edhe ekzekutivi, është edhe parlamenti, sepse do duhet që të miratojmë ligje të cilat të jenë më në përputhje me ato që janë të drejtat e njeriu të njohura në kushtetut. Prezumimi pafajësisë do të thotë që si rregull ty të humbet liria në përfundim të një vendimi gjyqësor. Ky është rregulli dhe përjashtimisht, nëse ekzistojnë disa kushte të përcaktuara shprehimisht në ligj, ti mundet që ta vuash, të themi dënimin, ti mund të mbyllesh, të kesh një dënim përpara sesa të ketë marrë vendimi yt në formë të prerë. Por nga ana tjetër, pra politikat kanë qenë ashpërsim me dënime në kodin penal dhe kësaj kanë krijuar atë mbi ngarkesën, ndërkohë që edhe mënyra ka pasur shumë faktorë, pa nuk është se ne nuk është se kemi qenë një vend i cili kemi pasur një përdorim të rrallë të paraburgimit. Gjithmonë kemi pasur paraburgimin një zgjidhje të parë. Edhe për faktin se vimi nga një mentalitet dhe sistem komunist. Pra, gja politika temi represive e jona ka qenë si një mënyrë të qeni. Mëtej, ka pasur vazhdimisht anatemim të sistemit gjyqësor, për të thënë sigurisht që ka pasur raste të korrupsionit, sigurisht që ka pasur raste të personave të cilët përfitonin nga lehtësira, këto nuk jam duke e diskutuar, por ajo që ka qenë e rëndësishme është se këta persona, pra personat e nivelit të lartë apo profilit të lartë të kriminalitetit, nuk kanë qenë pjesë e paraburgimeve. Paraburgoseshin njerëzit më të thjeshtë, pra ata të cilët ishin edhe që kishin kryer vepra më të vogla dhe ishin më vulnerabël. Tani thënë kjo, ky është një problem jo vetëm në Shqipëri, është një problem në të gjitha vendet e Këshillit të Evropës, dhe për këtë Këshilli i Evropës, kur pa që paraburgimi po kalonte masa 25-30% të gjithë popullatës së burgjeve, vendosi dhe tha që shiko, objektivi është 10%. 10% e personave mundet të kenë një masë trënguese paraprake pa pasur një vendim përfundimtar të formës prerë. Ne fatkeqësisht që nga koha që unë kam filluar punë dhe derisa e kam lënë këtë detyrë, kemi qenë 55-60%. Ka pasur përmirësime të shkurtra ose për shkak në momentet e kryerjes së amnistisë, por nga ana tjetër edhe mënyra se si u mbush fatkeqësisht, se si u rrit kjo përqindja, është për një arsye tjetër shumë problematike, është një nga pasojat e drejtpërdrejta të dy problematikave të mëdha që ne patëm, qoftë pandemia, qoftë vettingu, sepse u zgjatën afatet e gjykimit dhe po ashtu edhe një pjesë e personave
Gjatë kohës së pandemisë u shkurtua, do të thënë patëm një problematik për sa i përket kryerjes së veprimeve në afat të kohës. Kështu që të dyja së bashku